Sonte me lejnë Allah të Azogjel do të flasmi për një temë, e cila kjo temë i them që është temë e rëndësishme shumë. Kjo temë e cila po na pret në dhjeqen e fundit të Ramazanit, shumë përshtatet me kjo temë në dhjeqen e fundit të Ramazanit. Pse? Nga se ka anë transmetim njëra për këtyre librave, ose tek Tirmidhi, ose tek Ibn Majah, apo jam i bindur tek Ibn Daudi, ka këtë transmetim i hadithit, dhe hadithi është i mirë i pranueshëm, po ka mundësi edhe ky hadith me qenë tek Buhari dhe Muslimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një natë tregon sa të më ka ardhur Gjibrili në dhjeqen e fundit të Ramazanit dhe më ka treguar cila është nata e Kadrit. Dhe në ato momente kër ka të regu, Gjibrili, cila është nata e Kadrit, thët kanë ndodhur diçka në xhami, mos pajtim mes sahabëve, i kanë ngrit zanat. E pastaj thët, ka dalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka qetësu sahabët, edhe më pas ka harru pejgamberi me i tregu sahabëve se cila ka qenë nata e Kadrit që i ka tregu Gjibrili. Dhe vetë pejgamberi ka thonë, Allah dhe gjele ka bo që unë me harru natën e Kadrit në asaj nate shkaku të cilën ju ngrind muslimanët. Dhe për këtë temë na jemi të folë. Kemi kujdes në dhjeqen e fundit, që na mu ngrit njëri me tjetër, mu ngrit njëri me tjetër, mes me fol njëri me tjetër, me botu rejtë njëri me tjetër. Nga se Allah dhe gjele ka mundësi që me të përligju, me ngrej, mes me planë, me përjetu natën e Kadrit. E për këto ju vëllezër, është edhe kjo temë të cilën na do të flasim me lejen e Allahut. Për këtë natë, tema është qysh me kompletu imanin tonë. Si pikë e parë, el-imanu yakmilu bil mahabbi l-ikhwan. Imani përbëhet dhe përmbushet me dashurinë e kujna, dashurien e vëllezërve. Wal-imanu yabqa naqisun idha habba nafsak akthar min hubbi akhika. Me vërtet imani është në paksim kur ti e dan veten tonë më shumë se sa dikë tjetër. Domethënë e dëshiron për veten tonë diçka që është më e mirë se sa për dikon tjetër. Përderisa njëra e ka që gjithmonë e dëshiron për veten e vet dhe për të kërkuar ajo, atëherë imani i tij është i mangët, është i paksum, nuk është i plot. Ekmel, nuk është i mbushur imani. Për ta ka ardhur në hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Asnjëri për jush nuk ka besu, nuk ka iman. Këto sikur Imam an-Nawawi rahimahullah në Sharh al-Muslim, në Sahih Muslimin që ka komentu, dhe të gjithë ulemat, sikur Hajar ibn al-Asqalani që e ka komentu librin Fathul Bari Bukharit, të gjithë ulemat e thojnë këta, nuk ka iman të plot. La yu'minu ahadukum, to e ka për qëllim nuk ka iman të plot. Imani i tij është shumë i dopt, nuk ju ka përmbush imani i tij. Përderisa ata që e dan për veti me dëshër për Allahun tonë. Gjithmonë ktheje tek vetja jote. A dëshiron që Allahun tonë me bëte pakandshëm. A dëshiron që Allahun tonë domethënë me nënçmu apo me bëjt diçka, ktheje tek vetja vet. Kur nuk e dëshiron për veten e vet, as vllait nuk bën ja dëshiron një gjë të tillë. Dhe nuk ka plotësim imanit përderisa ashtu çushki që aftë mund je dhe dëshiron më kanë, duhet me qenë edhe për kon, edhe për vllaun tan. O ju vëllezër, el-habbu l-khayri lin-nas min asbabi haqiqatul iman. Me adisht mirë njerëzve, me bu për njerëzit mirë, me mendu për njerëzit mirë, është prej shkaqeve
përmbajtjeve të imanit dhe përmbushjeve të imanit. Ju ki përmbajt të imanit, rregulla e imanit është. Rregulla e imanit, përmbushja e imanit është çka? Që mja dish hajrin njerëzve, me punë të mira për njerëzit. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot: la yablughu 'abdun haqiqat al-iman hatta yuhibba lin-nas ma yuhibbu li nafsihi min al-khayr. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka arrit kompletimin e imanit, të vërtetën e imanit. Çu shkeni çevin thunë me këtë fjalë haqiqat al-iman, ndesh përmbushje, ndesh vërtetë, ndesh kompletimi e kështu me radhë. Përderisa me desh për njerëzit në ato që e dam të për vetën tane, min el khajr, prej çështjeve të mira. Qysh dëshiron për vetit apo të mirën, me adesh edhe njerëzve të mirën. Dhe kjo është që ju ki përmbajt, ju ki përmbush këna imanit. Kejfe nezidu l'iman, u nuhaqqiqahu sahel jiddan. Shtrohet pyetja çtash. Qysh na me shtu imanin dhe me përmbajt imanit, me përmbush imanin, çështja është e lehtë shumë. Nisan është. Shenwah, vesni nisan është. Tuhibbu li akhika min al-khayr kama tuhibbu al-khayra li nafsik. Me dish të mirën e vllaut ton, qysh ja dan ashtu të mirën vetes tonë. Kaç? Po da më arrit imanin? Po da më përmbush imanit? Më përmbajt imanin, me pat imanin plot? Qysh e ki, da më thonë për vete, do të edhe për njerëz me pat një gjë të tillë. Qal Imam Ahmed: "El-imanu kal-qamis, yalbasuhu al-insan taratan wa yakhla'uhu ukhra." Thot imani është si këmisha. Ndonjëherë njeriu imanin, ndonjëherë domethënë këmishën njeriu e desh, ndonjëherë domethënë ato e lën në trupin e tij apo e vesh në trupin e tij. Çfarë domethënë kjo? Që imani ka nevojë për ripërtrim. Imani ka nevojë për çka? Për pastrim. Që shkon në hadithe tjera, ashtu që shtesha bëhet e vjetër, e njëjta gjë edhe imani dobësohet bëhet i vjetër. Ki nevojë me shtit teshën ku maqin, maghsele, me la. Edhe imanit njëjtën gjë do të me la. Ju gjeddit iman, me e ripërtri imanin. E sendi ma i mirë që e përmbush dhe ripërtrin imanin është me desh vllahun tan. Ashtu që shetan njeriu në veten e vet me desh edhe vllahun tan. Pasaj u lezër, idha ahabben linnasi, idha ahabbe linnasi lillah, se të kunë musliman. Në qofë si i prej atyre që e dan për vete, që i dan njerëzit, për Allahun, se të kunë musliman, ti do t'jesh musliman i mirë. Dhe më thonë, moment që ti e dan një vlla, hakikat që shdojt, e dan lilla, për Allah e dan. Se të kunë musliman, ti do t'jesh dhe më thonë musliman i mirë. E atër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik, takun musliman." O thot, duj njerëzit, të mirën e njerëzit, me të mirë njerëzit, ma tuhibbu li nafsik, që shetan për të mirën e vetës tanë, takun musliman, kime qenë musliman. Kush e ka qujt vetën musliman? Kush në ka mësu me qujt vetën musliman? Ibrahimi a.s. Ibrahimi, edhe pse ka pat mesën të të mushrek, që nuk e kanë adhuru Allahun, me gjithat, ja ka dish të mirën atyve do i thirë në iman. E na nuk kemi millet e Ibrahim, na nuk kemi pasus të Ibrahimit, në milletin e ti, në përmbajt e imanit që u bindë me Allahu dërgumi ti, moni me në këta. Në milletin Ibrahimit, fejnë Ibrahimit, në imanit që u bindë me Allahu dërgumi ti, nuk i kemi të mirë imanit. Por derisa ja dojmë të mirën njerëzve, t'ja dojmë vetë të mirën, t'ja dojmë edhe njerëzve. Të kun musliman, kime qenë musliman,
kime qenë për Ibrahimit, kime qenë për imanit, bindje në Allah dhe dërguarit e ti. Pastaj ju vëllezër, men afdalu l-iman, hal turidu darajatan alija min al-iman, cila është imani më i mirë, a dëshiron imanin më të lartë me pa ti, drejtë më të lartë. اسمع هذا الحديث ndëgjë këtë hadith عن معاذ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان قال أفضل الإيمان أن تحب لله. Imani më i mirë, Muadh ibn Jabali po e pyet pejgamberin. Po ato I dërguami I Allahit. Cili është imani më I mirë? Po imani më I mirë është me e desh do kom për Allah. Me e desh do kom për Allah. Subhanallah. A thu val, sa prej neve I ka thonë njëri tjetrit të në du ty për Allah. Jemi që 10 vjet, jemi që 20 vjet, jemi që 30 vjet, punojmë bashk, rrim bashk, falmi bashk. A I kemi një shpesh her njëri tjetrit këtë fjallë, dum për Allah. Unë du ty për Allah. Prap se prap, unë kthejna me këto fjallë që I thash, ma mi që s'vi thejmë njëri tjetrin unë du ty për Allah. E dini që shkanë të asmetim, kur t'i thuni vllaut unë du ty për Allah, edhe me të cilë, edhe me të përzan, edhe gjithë shka me të bu, ki thonë për Allah, edhe u kryma. Edhe dorën gjep me të ashti, zgudzamo mi thonë, pëse peshtin dorën gjep, si të thonë du ty për Allah. Andaj o lezër, قال القصري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب الجنة؟ قلت نعم. قال فحب لأخيك ما تحب لنفسك. Tregon القصري thot, ka thonë mu I dërgumi Allah sallallahu alaihi wasallam, a e dëshiron xhenetin? I thash po, e du xhenetin. Pastaj I tha pejgamberi, duje vllaun ton ashtu çush don ti, ja don të mirën vetes ton. Kjo ju lëzër, hal turidu tuzahzih minan nar, a dëshiron që më largu pi zjarrit xhenamit, a dëshiron me qenë shpëtues pi zjarrit xhenamit. Idha turidu hadha isma' hadha alhadith wa ta'mal biha. Nëse dëshiron këto që ti me qenë me fitu, me largu pi zjarrit xhenamit, me shpëtu pi zjarrit xhenamit, ndëgjaj këtë hadith dhe puna me këtë hadith. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men ahabba yuzahziha 'anil nar wa yudkhila al-jannah yati ila an-nas alladhi yuhibbu an yatiya ilayhi. Mi adesh të mirën njerëzve për të cilën ata e kanë të mirat, qysh ja dan të mirën vetes tonë kur vin ty të mirat. Pse Zoti ka dhënë dokujna dituri, nuk pa mja pa të natë. Pse Zoti dokujna I ka dhënë bukuri, nuk pa mja pa të natë. Pse Zoti dokujna apo të gjanë xhamat. Pse Zoti dokujna I ka dhënë pasuri, nuk pa mja pa të natë. Pse Allah ja ka dhënë tana të mirat, pajtau me ata dhe ndëraja ata. Pse është ma I ri se sa ti dhe ka ma dije se sa ti, ndëraja ata. Pse është ma I ri se sa ti dhe është ma I dëvashëm, ndëraja ata. E kështot me ra. Nëse e dojmë na me qenë shpëtim për zjarrit xhenamit, këta janë hadithe. Hadithet e imanit që neve na tërheqin dhe shpëtojmi për zjarrit të xhenamit. O ju lëzër, shiko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditë që I ka thonë Ebi Dherri duke thonë, ja Ebi Dherri, inni arake da'ifan, wa inni uhibbu leke ma uhibbu li nefsi. Prandaj pejgamberi Allah e ka pa Ebi Dherrin I dat I ngrati, I zajt. Ju ka vik pejgamberi për I thot, o Ebi Dherr, unë jam të pa ty ti shumë I dat ti. Po thot, vërtet unë ty du ashtu që du për vetën tem, ta du hajrin. Ashtu që du për vetën tem. Pasaj për thot, inni arda leke me arda li nefsi. Më sarra, se që ngushtimi jo që për ngushtan ty, edhe mu ngushtan. Qysh I te dhe në kam u kanë. Ku t'je ti mirë dhe në mirë, ku t'je keq dhe në jemi keq. Që kjo është kuptimi I hadithit tjetër që musliman janë si një trup. Kur t'i dhem ati më dhem edhe mu. Subhanallah. Po ju lëzër,
E fundit, Fudayl ibn Iyad يفسر هذه الآية لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا قال لا يحب أن يكون نعله أجود من نعله غيره سبحان الله. E fundit ajo vëllezër, Fudayl ibn Iyad duke komentu këtë ajet, të cilën Allahu Azza wa Jall thot, ata nuk dëshirojnë ngritje krye lartë me qenë në tokë, dhe as nuk dëshirojnë me bo përqarje në tokë. E thot Fudayl ibn Iyadi për këtë ajet, thot atin kush hin në këtë ajet për kune ka për qëllimin, thot ai cili nuk dëshiron që këpucët e ti më kanë më të mira se sa këpucët e vllavit vet. Qërë subhanallah. Dëgjan o musliman, qysha ka komentu ajetin Fudayl ibn Iyadi, këpucët të kujna ka thonë më kanë, këpucët tua më kanë më të mira sa këpucët të kujna tjetër. Thonë dije mi që ti krye lartë edhe ban përqarje në tokë. Që kanë shiku të porton imanin, me desh vllamin hakikat, me ngrit imanin, dhe me shpëtu pi zjarrit të xhenemit dhe me fitu ato që është me larta tek Allahu Azza wa Jall. E lusmi Allahun Azza wa Jall që gjithë këto fjalë që i thanëm gjën e parë bëjnë dobi në zemrën tënde, pastaj edhe tek ju ja Rabbil Alamin. E lusmi Allahun Azza wa Jall që Zoti më na dhon sinqeritet fjalë dhe vepra. E lusmi Allahun Azza wa Jall që Zoti më na përmirësu amelin ton dhe zemrat tona ja Rabbil Alamin. E lusmi Allahun Azza wa Jall që Zoti më na mundsu me prit natën e Kadrit dhe me dal për Ramazanit të falur prej mëkateve dhe ato që është më e larta tek Zoti me fitu ja Rabbil Alamin.